Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 70 dhe 71 të surës Ahzab, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju që keni besuar, ndruajuni Allahut dhe thoni të vërtetën. Ai do t'ju bekoj veprat tuaja dhe do t'ju fal gjunahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit, do të arrijë një fitore madhështore. Në këtë ajet të bekuar, Allahu u bën thirrje besimtarëve që të jetojnë me devotshmëri dhe sinqeritet në fjalë, sepse e vërteta dhe bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit e tij janë çelësi i përmirësimit të veprave, çelësi i faljes së gjunaheve dhe i fitores së vërtet në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajeti na mëson se fjalët e drejta, bindja dhe droja e ndërgjegjshme ndaj Allahut ndërtojnë suksesin moral, shpirtëror të njeriut. Gjithashtu, ajeti na mëson se devotshmëria, e vërteta në fjalë dhe bindja ndaj Allahut janë çelësi i suksesit të vërtetë. Të dashur vëllezër dhe motra, kushdo që u referohet burimeve të Islamit përmes Kuranit dhe haditheve fisnike të profetit Muhammed dhe të familjes së tij të pastër, paqja e Allahut qoftë mbi ta, e sheh qartë se shumë nga porositë, detyrimet dhe dispozitat e Islamit thërrasin për heqjen e perdeve dhe pengesave që ekzistojnë ndërmjet individëve, ndërmjet njeriut dhe vllajt të tij njeri. Islami nuk ka ardhur për të shkatëruar njerëzimin, përkundrazi, ka ardhur me qëllim të rrëzimit të barrierave që mund të ndajnë njeriu nga vllai i tij në krijim ose nga vllai i tij në besim. Dhe ato barriera janë fanatizmat në forma të ndryshme dhe emërtimet e tyre. Mendjemallësia, arroganca, urrëtia, zilia, paragjykimi i keq, dyshimi e të tjerë e të tjerë. Islami ka ardhur për ta zhdukur dhe për ta shkulur nga rrënjët këtë listë të gjatë dhe të zezë të cilësive të këqija që janë shkatërruese për individin, për familjen dhe për shoqërinë. Islami thërret për një shoqëri të dashurisë, të lidhjes dhe komunikimit, të bashkëpunimit, të vllazërisë dhe të solidaritetit. Islami thërret për një shoqëri ku nuk ka barriera psikologjike dhe shoqërore ndërmjet bijve të saj. Islami thërret për një shoqëri të ndërlidhur dhe të bashkuar nga brenda. Islami nuk e sheh besimtarin si individ të izoluar, por si pjesë të një trupi të vetëm. Prandaj, ndërprerja e marrëdhënieve vllazërore konsiderohet një sëmundje morale dhe shpirtërore që dëmton individin, familjen dhe bashkësinë në tërësi. Kurani i shenjtë thotë se besimtarët janë vëllezër. Në ajetin 10 të surës Huxhurat, Kurani e ka vendosur vëllazërinë si parim hyjnor, jo zgjedhje personale. Kurani thotë: Innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtoni vëllezërit tuaj dhe kijeni droj Allahun që të mëshirohen.
Ky ajet tregon qartë se vllazëria është urdhër hynor, urdhër nga Allahu. Përçarja bie ndesh me besimin dhe pajtimi mes vëllezërve është rrugë drejt mëshirës Allahut fuqiplot. Gjithashtu në ajetin 46 të surës Anfal, Allahu i madhruar thotë: "Wa atiu Allaha wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'a sabirin." Binduni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humni guximin e do t'ju bjerë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu me të vërtet është me të durueshmit. Kurani i shenjtë e ndalon rrepsisht ndërprerjen e marrëdhënieve. Kurani e dënon ashpër ndërprerjen e lidhjeve dhe marrëdhënieve. Në ajetet 23 dhe 22 dhe 23 të surës Muhammed sallallahu alaihi wa ali, Allahu i madhruar thot: "A mos vallë, nëse merrni pushtetin, do të bëni shkatrimin në tokë dhe do t'i ndërprisni lidhjet, të tillët janë ata që Allahu i ka mallkuar." Edhe pse pra ajeti përmend lidhjet farefisnore, dietarët theksojnë se marrëdhëniet mes besimtarëve kanë peshë edhe më të madhe, sepse bazohen në besim. Fundi i ajetit 23 pra të surës Muhammed sallallahu alaihi wa ali na thotë të tillët janë ata që Allahu i ka mallkuar. Pra ata që ndërpresin lidhjet, ndërpresin marrëdhëniet me të tjerët, janë të mallkuar sipas Kuranit të shenjtë. Dhe fjala mallkim do thotë që janë larg birësisë dhe mëshirës së Allahut të madhëruar. Ata që shkëpusin marrëdhëniet, Kurani i konsideron gjunahqar të mëdhenj. Në ajetin 27 të surës Bekare, Allahu i vendos ata që shkëpusin marrëdhëniet në një rresht me ata që shkelin besën. Për këtë, Kurani thot: "Të cilët shkelin besën e Allahut, asi e patën dhënë, ndërprejnë atë që ka urdhëruar Allahu për ta mbajtur të lidhur dhe bëjnë nga tarresën e tokë. Ata janë një mend të shkatëruar." Pra, prej të shkatëruar janë edhe ata që shkëpusin marrëdhëniet me të tjerët. Edhe hadithet e profetit Muhammed dhe të familjes së tij të pastër flasin për ndalimin e ndërprerjes së marrëdhënieve. Ato hadithe janë të shumta. Pra atyre përmendim: Profeti Muhammed, paqja e bekimit Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Mos i ndërprisni marrëdhëniet mes jush, mos ia ktheni shpinën njëri tjetrit, mos e urreni njëri tjetrin, mos kini zili ndaj njëri tjetrit dhe bëhuni robër të Allahut, vëllezër mes jush. Nuk i lejohet një muslimani ta braktisë vëllain e tij më shumë se 3 ditë." Sa madhështore pra kjo porosi, kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, të cilin Allahu e dërgoi mëshirë për mbar krijesat, i cili vetë ka thënë: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." U dërgova që të përsos moralet fisnike. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: "Braktisja e një muslimani nga vëllai i tij është si ta derdhësh gjakun e tij." Ndërsa Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Mbajini lidhjet dhe pajtueshmërinë mes jush dhe ruhuni nga ndërprerja e marrëdhënieve dhe nga largimi nga njëri tjetri." Zemrimi dhe hatërmbetja janë njerëzore, por vazhdimi i tyre është e ndaluar. Islami nxit pajtim të shpejtë dhe falje të tjetrit. Profeti Muhammed i ka thënë Abu Dharr al-Ghifarit: "O Abu Dharr, ruhu nga largimi për vëllait tënd besimtar, sepse veprat nuk i pranohen atij që i ndërpret marrëdhëniet."
Pra, mund të falet, të agjeroj, të bëj bamirësi, gjithçka, nëse i ndërpret marrëdhëniet me vllajën e tij besimtar, ato vepra nuk pranohen, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj le të kemi kujdes. Imam Aliu paqja qoftë të ka thënë, ruaje lidhjen me vllajën tënd, edhe nëse ai e ndërpret. Sillu mirë, edhe nëse ai sillet keq, sa madhështore pra. Kjo thënie Imam Aliut. Edhe nëse një vëlla sillet pa keq, sillu mirë me të. Nëse i ndërpret lidhjet me ty, ti mbaj lidhjet me të. Imam Jafar Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë, dy besimtarë që braktisin njëri tjetrin largohen nga mëshira derisa të pajtohen. Prandaj, le të jemi gjithmonë pajtues. Le të jemi për atyre që i mbajnë lidhjet me njëri tjetrin, sepse pasojat e tyre janë të rënda. Besimtari i vërtet është ai që nis pajtimin, jo konfliktin, jo hakmarrjen. Besimi nuk përputhet me konfliktin dhe as me hakmarrjen. Besimi kërkon butësi, vetëpërmbajtje, durim, falje. Si gjithçka e keqe, edhe ndërprerja e lidhjeve e marrëdhënieve ka pasojat e saj. Hadithet tregojnë për pasoja serioze të ndërprerjes së marrëdhënieve. Ato pasoja janë: e para, veprat nuk ngrihen tek Allahu. E dyta, lutjet mbeten pa përgjigje. Dhe e treta, zemra mbushet me errësirë dhe urrejtje. Pra duke shkputur marrëdhëniet, lidhjet, zemra mbushet vetëm me errësirë dhe urrejtje. Prandaj le të kemi kujdes. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, veprat e njerëzve paraqiten çdo ditë të hënë dhe të ejtë, por nuk falen ata që janë në armiqësi derisa të pajtohen. Por vjen pyetja si t'i ruajmë marrëdhëniet sot. Islami na udhëzon me hapa praktik për ruajtjen e lidhjeve dhe marrëdhënieve. Dhe ato hapa janë: e para, të falim për hir të Allahut. E dyta, të shmangim thashëthemet dhe dyshimet. E treta, të kujtojmë se uniteti është adhurim dhe përçarja është vepër e djallit të mallkuar. Të kërkojmë shpërblim nga Allahu përmes faljes dhe jo duke kërkuar hakmarrje. Ndërprerja e marrëdhënieve vllazërore nuk është çështje e vogël, por mëkat serioz që cënon themelet e besimit. Kurani, profeti Muhammed dhe ehli bejti, paqja qoftë mbi ta, na mësojnë se forca e unitetit e bashkimit qëndron në vllazëri, në falje dhe në pajtim. Besimtari i fortë nuk është ai që fiton konfliktin, por ai që e shuan atë për hir të Allahut fuqiplot. Në ajetin 21 të surës Ra'd, Allahu i madhruar thot: dhe ata që mbajnë lidhje familjare që ka urdhëruar Allahu të mbahen, që kanë frikë Zotin e tyre dhe i friksohen llogarisë së rëndë. Besimtari i vërtet është ai pra që ruan dhe forcon lidhjet që Allahu ka urdhëruar të mbahen, sidomos lidhjet familjare, duke vepruar pra me përgjegjësi, me frikë ndaj Allahut dhe me vetdije për llogarinë e rëndë në ditën e gjykimit. Ajeti 21 surës Ra'd thekson se ruajtja e marrëdhënieve, devotshmëria dhe ndjenja e përgjegjësisë para Allahut janë shenja themelore të besimit të sinqert. Qofshim prej atyre që janë zbatues të këtij ajeti, duke mbajtur lidhjet dhe duke i forcuar sa më shumë ata. Qofshim larg përçarjes dhe larg ndërprerjes së lidhjeve me vëllezërit dhe me të afërmit.
Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.